5 efektet anësore të konsumit të hudhrës. Hudhra, ndër vetitë e saj më të mira, është se mund të mbajë larg problemet që lidhen me tensionin, zemrën dhe problemet të ndryshme të organizmit. Hudhra, nëse konsumohet në sasi tepër të larta, mund të krijojë efekte të rënda për organizmin. Ajo mund të shkaktojë të vjedha dhe urdhë. Sipas studimeve të ndryshme, konsumi i hudhrës në sasi të tepërt mund të çojë në të vjedha, madje edhe në probleme të urthit të stomakut. Ajo mund të shkaktojë reagime të infeksioneve të ndryshme dhe të rrisë dhimbjet e kokës. Hudhra, nëse merret në formën e saj të papërpunuar, shkakton dhimbje koke. Kjo pasi stimulon nervin trigeminal i cili liron neuropeptidët që shkaktojnë dhimbje koke. Shkakton skuqje të lëkurës. Hudhra e tepërt acaron lëkurën dhe shkakton skuqje. Hudhra e tepërt në organizmin tuaj do të rrisë gjithashtu edhe komplikacionet e erës së keqe të gojës. Ndaj sigurohuni ta konsumoni jo më shumë se 2 thelpi në ditë për të mos shkaktuar efekte anësore.